Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas Bigut, Jozi rikthehet në këtë emision televiziv. Pas daljes as pak normale dhe me shumë buj nga Bigu, Joz Marko është vendosur në qendër të vëmendjes. Kurioziteti i fansave është i madh se ku ndodhet këngëtari. Së fundmi, producenti i Piranjave Vojo Bregu ka publikuar një foto me Jozin, ku duket se ndodhen në zyrat e Piranjave. Kjo foto ka ngjallur shumë kuriozitet dhe ka ngritur shumë pikpyetje se pse Jozi ndodhet tek zyrat e Piranjave. Mos Jozi do të bëjë një denoncim apo të rrëfej prapas skenaj që shumë njerëz nuk i din? Kjo mbetet për t'u parë në ditët në vijim.